Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Për përsosmërinë më të lartë në krijimin e Zotit, ai u ka vënë kufi tërë gjërave që krijoi e i bëri këta kufi të qëndrueshëm, i vuri rregulla funksionimit të tyre duke e bërë të hijshëm, e fiksoi një herë mirë drejtimin e tyre që të mos dalin jashtë caqeve që kanë, po as të mos pengohen në arritjen e kufirit fundor që ai u ka vënë. Asgjë nuk mund të mos i bindet komandës së tij për të punuar ashtu siç ka urdhëruar ai, e si mund të ndodhte ndryshe përderisa të gjitha gjërat i qeverisë vullnetit i tij. Ai është bërësi i shumëllojshmërisë së gjërave pa asnjë sforcim të imagjinatës, pa u shtyr nga ndonjë impuls i fshehur në vete, pa asnjë eksperimentim që do të merrte në konsideratë provat e kohës, e pa asnjë partner që do mund t'i ndihmonte në krijimin e këtyre mrekullive. Kështu u përmbush krijimi me urdhër të tij, kështu u përuli bindur ndaj tij e ju përgjigj thirrjes së tij, ishte një bindje e vetvetishme e tij, të cilën nuk e vonoi asnjë zvarritje me ngadalësi kërmilli e asnjë shfaqësim për plogështi. Kështu ai trajtësoi trajektoret e fatit të gjërave, e nguliti sinoret e tyre. Fuqia e tij i bëri që të bashkë ekzistojnë aspektet që kundërshtoheshin mes tyre, ndërkohë që bëri bashk faktorët e ngjashmërisë dhe i vuri të gjitha gjërat në përplotësim të njëra tjetrës, pastaj ndau gjërat në lloje që dallohen për nga kufit, format e vetit sasiore. Ky ishte krijimi i tij me një elegancë e bukuri të përsosur, ai dha qëndrueshmëri dhe e modeloi siç e kishte dashur e konceptuar vet ai.